natën e ftohtë të 10 prillit 1994, kur ora shënonte 3 të mëngjesit, një grup i vogël i armatosur hyri heshtas në territorin shqiptar nga ana e gjelbërt e kufirit, jo si turist, por si ushtar të një lufte të përgatitur. Sulmuesit, të identifikuar më vonë si antar të formacionit nacionalist grek të njohur si Mavi, kishin kaluar kufirin nga Greqia dhe kishin vënë si synim pikën kufitare të Peshkëpisë. Një repart ku në atë periudhë ndodheshin rreth 130 rekrutë të rinj dhe pothuajse të paarmatosur. Ata nuk erdhën për një përplasje të rastësishme. Ishte një aksion i përgatitur, i realizuar në mëngjesin e hershëm për të shfrytëzuar dobësitë e postës. Sulmi përfundoi me vrasjen e 2 ushtarakëve dhe plagosjen e disa të tjerëve. Por ajo që la pas ishte më shumë se gjak. Ishte pyetja e pashuar. Si arriti një komand para ushtarake të kalonte kufirin, të depërtonte në një repart dhe të largohej? Grupi hyn natën në një zonë të pambikëqyrur të kufirit, jo përmes rrugëve kryesore apo doganave, por përmes pyllit. Sulmuesit nuk kishin veshur uniforma ushtarake të dukshme dhe kanë synuar orët kur pak njerëz ishin në detyrë. Ata duket se kishin informacion paraprak për rojet, vendodhjen e pikave më të dobta dhe për momentet e ndërrimit të turneve. Historia e masakrës së Peshkëpisë nis më 1994, ku mbeti i vrarë roja dhe komandanti i këtij reparti dhe u plagosën 4 ushtarë të tjerë. Organizata terroriste greke Mavi kaloi kufirin e gjelbër nga Greqia dhe hyri në territorin shqiptar, në postën kufitare të Peshkëpisë, ku ishin rreth 130 rekrutë që nuk u kishin besuar armë akoma. Për çudi, ato ditë dhe rojet e postës ishin pa fishek. Ata vranë komandantin e postës Fatmir Shehu, ushtarin Arsen Gjini dhe plagosën në ushtarë të tjerë. Më pas, autorët mësyn brenda godinës dykatëshe duke hyrë në fjetinën ku ndodheshin rekrutët dhe në depon ku ruaj armatimi për të parandaluar çdo kundërpërgjigje. Gjatë sulmit, ata morën peng dhe një nga nën oficerët e këtij reparti, Qemal Strokën, i cili më pas u la i lirë në kufi. Pas kësaj ngjarje në një gazetë greke, 24 orë më pas merret përsipër sulmi nga Mavi, ose fronti për çlirimin e Vorë e Pirit, e cila nga shteti grek është listuar në këtë periudhë si organizatë terroriste. Pra, kemi të bëjmë me një akt që u mor përsipër nga një organizatë terroriste. Antarët i këtij grupi terrorist rrëmbyen dhe armët luftarake që ishin në depon e repartit dhe u kthyen sërish në territorin grek. Autoritetet greke ndalojnë më 18 mars të vitit 1995 7 të dyshuar si autor të masakrës së Peshkëpisë. Ata sapo kishin dështuar për të sulmuar postën kufitare të Longos. Të arrestuarve ju gjetën dhe armët e municionit që kishin rrëmbyer në postën kufitare të Peshkëpisë. Të ndaluarit e komandës së ashtu quajtur Pirro i parë ishin Yorgos Anastasoulis, shtetas grek i cili ishte dhe oficer, Apostolos Karavellas, shtetas grek dhe ish polic rrugor, Marios Kutula, qytetar shqiptar, Fredi Beleri, qytetar shqiptar, Jorgo Kristo, Jorgo Papa, të gjithë këta janë nga Himara. Por,
Ata nuk janë dënuar kurrë për këtë ngjarje të rëndë që tronditi shtetin shqiptar. Gjykata e Athinës i liroi me argumentin se nuk kishin prova të mjaftueshme që implikonte ata në këtë ngjarje. Ndonse armët që i gjetën ishin të grabitura në Peshkëpi, edhe pse u etiketuan si terroristë dhe antar të një organizate terroriste siç ishte Mavi, Fredi Beleri dhe 6 të tjerët u lanë të lirë nga drejtësia greke. Hetimi zyrtar nga autoritetet shqiptare për ngjarjen e Peshkëpisë nis vetëm në vitin 2019. I drejtuar nga prokurori Eugen Beci. Prokurorët e krimeve të rënda grumbullojnë gjithë materialet për ngjarjen, përfshirë ato që gjendeshin në arkivën e policisë, në zyrtaret e shërbimit sekret dhe antiterrorit. I dyshuar i parë që u mor në pyetje për sulmin terrorist ishte Fredi Beleri, i cili ishte përmendur gjerësisht dhe në mediat shqiptare si autori i kësaj ngjarje. Ai u mor për 3 orë në pyetje më 22 maj 2019 dhe në fund atij u komunikua dhe akuza e ngritur, kryerja e aktiviteteve dhe veprimtarive terroriste. Në hyrje të derës së prokurorisë, Fredi Beleri deklaroi aso kohë se erdha në prokurori që të mbaroj baltosja dhe poshtërimi ndaj figurës time, për një çështje që nuk kam asnjë lidhje. Në ditën dhe muajin që është bërë veprimi, unë kam qenë në Kipro. Edhe autoritetet greke dhe ato shqiptare kanë prova që ta ndalojnë poshtërimin e figurës time për veprat e mia politike. Por ky hetim, edhe pse vërtet serioz, nuk shkon deri në fund për shkak të parashikimit të veprës penale.